Kryeparlamentari Niko Peleshi në forumin e sigurisë në Washington gjatë fjalës së tij theksoi se Shqipëria mbetet në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në luftën për formësimin e sigurisë globale. Në fjalën e tij para Kongresit Amerikan, Peleshi u shpreh se vendi, por edhe Ballkani Perëndimor në tërësi, janë të ndjeshme gjeopolitikisht dhe të ekspozuar ndaj tentativave që kërcënojnë këtë siguri, për të cilën tha se Shqipëria mbetet e angazhuar. In my capacity as the Speaker of the Albanian Parliament, first I'd like to express... Në cilësinë e kryetarit të Kuvendit të Shqipërisë, dëshiroj së pari të shpreh respektin tim të thellë për rolin e qëndrueshëm të Kongresit në formësimin e sigurisë globale, mbrojtjen e vlerave demokratike dhe forcimin e aleancës transatlantike. Parlamentet kanë një përgjegjësi unike në çështjet sigurisë, si mbrojtës të mbikëqyrjes demokratike, llogaridhënies publike dhe drejtimit strategjik afatgjat. Përfitoj nga rasti për t'ju informuar që me 22 janar, në të njëjtën ditë që presidenti Trump dhe lider të tjerë botëror shpallën në Davos krijimin e Bordit të Paqes, Kuvendi i Shqipërisë ratifikoi pjesëmarrjen e Shqipërisë në kartën e tij, duke riafirmuar angazhimin ton ndaj stabilitetit, sigurisë, zgjidhjes së konflikteve dhe paqes së qëndrueshme. Ne njohim rëndësinë e planit të presidentit Trump për paqe në Gaza dhe besojmë te potenciali i këtij plani për të dhënë rezultate konkrete dhe të prekshme në terren. Kjo nismë gëzon konsensus të gjerë parlamentar dhe mbështetje të fuqishme publike në Shqipëri. Foreign interference, energy coercion, terrorism and organized crime. Kryetari i Kuvendit theksoi se Ballkani Perëndimor mbetet i ndjeshëm në aspektin gjeopolitik i ekspozuar ndaj përpjekjeve të huaja për të minuar stabilitetin, për të dobësuar institucionet demokratike dhe për të shkatëruar besimin tek rruga euroatlantike. Ndaj ky realitet kërkon vigjilencë, qëndrueshmëri dhe qartësi strategjike.